Përshëndetje të nderuar miq të televizionit shqiptar, mirë se erdhët në rubrikën sportive. Rikthehet kampionati, rikthehet edhe gara në shumë fronte, nuk kanë munguar surprizat që në javën e parë të fazës së tretë, sidomos nga Vllaznia, që kanë dalur kampionët. Nga kjo gjë ka përfituar Partizani, që është barazuar me pikë me Skënderbeun, ndërkohë që Tirana tashmë është forca e tretë e kampionatit, edhe pse nuk do ta ketë lehtë me një Kukës të tjetërsuar nga blerjet e merkatos së janarit apo dhe me Teutën që gjithsesi është aty afër. Ndërkohë në fund të renditjes janë 4 skuadra që luftojnë, edhe pse Tërbuni dhe Bylisi nuk kanë mundur dot të marrin asnjë pikë, ndërkohë që Vllaznia dhe Flamurtari i kanë fituar ndeshjet e tyre. Do të flasim sot për futboll, por do të flasim edhe për një problematikë vërtet të nxehtë të futbollit shqiptar, siç janë borxhet dhe privatizimi, por fillimisht më lejoni që të prezantoj të ftuarit special të mbrëmjes së sotme, Mirëmbrëma Shkëlqi Muça. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, sërish na ke munguar. Mirë se u gjeta. Një pyetje flesh, ndihesh më mirë këtu, në fushën e lojës si trajner, apo si shef i klubit shumë sportesh të Partizanit ku punon aktualisht? Gjithkund, domethënë, ka njerëz të mirë ku punon me qetësi, ku është një sektor i sportit, gjithkund domethënë jam komod. Ndihesh mirë. E pati të vështirë ta pranoje si detyrë me që bëj fjalë për klubin e Partizanit? Të vështirë. Hezitova në moment, por pastaj është një periudhë kur i kështu bosh, merresh me i punë, domethënë, sepse duke qenë brenda sportit gjithmonë, është edhe një, si thua, një sektor që e njeh diku, por aty ka shumë. E pas ke menduar, nuk e pas ke vendosur me një herë. Duhet një mision veçantë për këtë lloj, për këtë sektor tjetër, sepse futbolli është tjetër gjë, është një nivel më të lartë dhe organizimi dhe njerëzit punojnë më komod, se në këtë sektor ndjen veten më inferior, mungojnë shumë gjëra, degradimi ka shkuar aty ku se mban më dhe kur flasim për shumë gjëra, domethënë pak mund t'i prekim ato gjëra të tjera, shumë sportet. Gjithsesi është kënaqësi që do të jemi këtë mbrëmje së bashku, ndërkohë rikthehet në studion e rubrikës sportive, pasi është rikthyer dhe në formën e tij më të mirë, Gilman Lika, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Atëherë di që është pyetje pak e vështirë sepse ke përballë edhe ish trajnerin, po ku ka ndryshuar Tirana? Ku ka ndryshuar? Normalisht rezultatet dihet pra që ka pas një etëri më të mirë Tirana, sidomos kohën e periudhën e fundit. Mendoj që është grupi është sigurisht na bë më shumë grup, jo se s'kena qenë grup më përpara, por tham drejtën është një fenomen që ndodh gjithë botën kur ndrohet trajneri, gjithmonë lojtarët që ndoshta nuk kanë luajtur shumë, nuk kanë pas shumë hapësina, sikur japin një moshë më tepër, duke dhënë ata një moshë më tepër, ata që kanë qenë për formacionit janë detyruar më shtu ata moshin, domosdoshmërisht domethënë rritet ai ritmi i stërvitjes. Mendon ti që nuk ju dha koha e duhur Muçës? Tash ata nuk janë probleme që më takojnë mua, domethënë. E kuptoj që janë pozitiv. Kur ta djej nga sikleti është normale që thotë, sepse koha ime është shumë e shkurtër, jo se për rezultatet, për ndërtuar një skuadër dhe për të harmonizuar dhe për krijuar grupin e atë si thua kolektivitetin, faktori kohë shumë i rëndësishëm. Dhe lojtarët me një tjetrin, po të shikojmë lojtarët që neve mblodhëm, po thuajse 2-3 veta që nga viti i kaluar. Prandaj duhet i kohë më gjatë për të bashkuar, për të njohur me trajnerin. Ajo ka qenë normale dhe shumë normale që tani edhe unë kam qenë shumë i bindur që Tirana e dhjetorit dohet më mirë se ajo shtatorit apo e gushtit, kam qenë i bindur, kam thënë gjithmonë që duhet faktori kohë dhe më bëhet qefi që rezultatet janë më të mirë, janë ngritur në klasifikim. Për më tepër që nuk i kishte të gjithë lojtarët në fazën përgatitore. Asnjë problemi me këtë punë. Okej. Jam gjithmonë i kënaqur kur Tirana ecën. S'kam asnjë lloj problemi, asnjë lloj hatërmbetje as me njëri. Sepse edhe ai që ka paratë, ai mendon për më mirë gjithmonë, pavarësisht vepron mirë apo vepron gabim. Unë s'kam problem fare. S'kam asnjë kompleks. Mirë. Do të flasim, siç e thash, edhe për borxhet dhe për privatizimin e klubeve dhe unë i uroj mirëseardhje Zoti Sokol Gjoshi, drejtor juridik në Radio Televizion Shqiptar, por sot vjen si gazetar sportiv. Ja, po do ta thoja. Faleminderit. Atëherë, Sokol, pse mendon pse vuan ende futbolli shqiptar nga borxhet apo edhe klubet nga një status i paqartë juridik? Vuan nga borxhet se vuan nga keq menaxhimi. Qoftë ky i shtetit apo qoftë në klube ndryshme dhe i personave privat, i mundësive financiare, gjitha me radhë, por kjo vjen edhe nga statusi
Disi, domethënë, i çuditshëm i klubeve në Shqipëri, pjesës më të madhe. Një pjesë është e privatizuar, një pjesë i privatizuar tërësisht me stadion është vetëm klubi futbollit Partizani. Një pjesë janë gjysmë privatizuar, gjysmë shtet, një pjesë janë shtetëror, një pjesë janë shoqata jo fitimprurse. Kështu që kjo nuk ka sjellë në një, si më thënë, një model ose një ekzemplar më të mirë të mundshëm. Dhe ka sjellë problemet si në shumë fusha tjetër të Shqipërisë. Nuk bën përjashtim edhe futbolli. Okej. Mimbrëma me Sjarri. Atëherë quajtë surprizë barazimin e Skënderbeut me Vllaznin në kupë. E prisje që kampionët të mundeshin nga Vllaznia në kampionat? Nuk e prisja, por fitoria e Vllaznisë ishte merituar ndryshe nga kupa, kur thash që kishte një farë ekuilibri, por me duke i përvoja dhe siguria më e madhe e Skënderbeut, këtë herë Vllaznia që plotësisht superiore, me mënyrën se si lujti, gjithë një në sulm, agresive, dhe këtu merite një aja pikërisht trajnerit, me që kemi trajner këtu, Armando Cungut, që më duket i ka fut një marrë tjetër ekipit, çka i ka bërë të fitoj më tepër ritëm, më tepër siguri në vetvete, edhe lojtarët të gjithë duket se ka një magji kështu që i ka ndryshuar ka injektuar në tjetër i ka fut një marrë tjetër, këtë do të them. Armando Cungu po tregon se është një trajner maja trajningut shqiptar nga këto trit bashkë me Gashpagani. Okej. Mirëmbrëma Fatmir Mneri. Mirëmbrëma. Atëherë, dyshimet e tua për Skënderbeun dhe për formën e blerjeve të janarit u vërtetuan. Po Partizani si të duk? Unë nisën në idenë e pyetjes nga rezultatet. Partizani ishe krejt tjetër nga i një javë më parë, kur më vleqë. Okej. Mirëmbrëma Gerda Gjiu, mund të quajmë goditjen e vërtet të merkatos së janarit Eminin e Kuksit, si mendon? Në këto dy ndeshje, me atë që kemi parë, këto dy ndeshje, pra ndeshjen e Kupës dhe ndeshjen e parë në kampionat. Sot shënoj 2 gola. Është Enisi Edhe në ndeshjen e Kupës ishte rrezik konstant. I vetmi lojtar që e ka nisë me 2 golsh, plus që vinë me një CV të pasur, vinë si Koshënus Mesadi i Koshënus më i mirë i kampionatit Maqedonas të vjetshëm. Kurse a është ai apo jo, blerja më e mirë është për të parë, është vetëm ndeshja e parë e fillim vitit. Okej. Mirë, fillon kampionati, fillojnë edhe kontestimet, si çdo mbrëmje në rubrikën sportive me ne dhe specialisti i gjykimit Sokol Jareci. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Atëherë, çfarë note do t'i vëmë gjyqtarëve këtë javë? Zhurma, kur ka zhurmë... S'është pa gjë. S'është pa gjë, megjithatë zhurma gjatë kësaj fundjave nuk është se ka qenë ato nivele të larta, që do të thotë edhe performancat kanë qenë të pritshme. Nuk është se kemi një performancë shkëlqyer, megjithatë nuk ka munguar dhe rastet e diskutueshme, por në pjesën më të madhe arbitrat kanë qenë në vendimarrje të sakta. Okej, do të kemi mundësi të flasim sot edhe të shohim edhe rastet e diskutueshme, por unë ju njoh shpejt e shpejt me shifrat e javës së 19 që ishte edhe java e parë e fazës së tretë. Vllaznia Skënderbeu 1-0 është transmetuar drejt për drejt në televizionin shqiptar, Tërbuli Tirana 1-3, Partizani Laçi 2-0, Kuksi Bylis 3-0 dhe Flamurtari Teuta 1-0. Renditja pas kësaj jave është kjo: Skënderbeu dhe Partizani 43 pikë, Tirana 32, Kuksi 31, Teuta 30, Laçi 25, Vllaznia 18, Flamurtari 16, Bylis 13 dhe Tërbuni 11 pikë. Vlen që të theksojmë që Flamurtarit janë hequr 3 pikë. Atëherë le ta nisim me 2 kronikat e para. Vllaznia ka mundur kampionët dhe ka përfituar edhe Partizani pas fitores me Laçin në Qemal Stafa. Do ndjekim kronikat nga Dëfrim Metasani dhe Kristo Thoma. Me shtupin e brenda zonës vjen kërcimi Laja i shëton. Skuadra e Vllaznisë ka kaluar në avantazh. Është minuta e 67. Kalaja devijon një top në zonë dhe shënon gol. 1-0 dhe ky gol vlen 5 milion lekë të vjetra, dhuruar për një dashamir si Shkodran, por dhe më shumë se kaq, kur mendon se sa e ngrohu një qytet të tërë kjo fitore. Kësaj Vllaznia del nga gjumi letargjik dhe rigjen fitoren e munguar në duelin e 135 me Skënderbeun. Tashmë në një qëllim krejt ndryshe me kampionët dhe kryesuesit në fuqi, ata për titull, ndërsa Shkodranët për mbijetesë. Në një përballje kaq të fortë, Cungu ju beson të tive, madje edhe të rive, përjashtoi vrapin e ardhur nga Partizani, por dhe njërin që sakrifikoi, ndoshta më shumë se kurrë në karrierën e tij,
Antonio Marku, i cili luajti me 7 qepje në kokë, por ja doli mba në mënyrë dinjitoze. Rikthemi tek ndeshja, ka qenë një pjesë e parë që nuk shënoi shumë raste, edhe pse që në minutën e 8 Nisht kërkuan një penalti me Abazin në të majtë të sulmit Korçar. 7 minuta më pas, një pozicion jashtë loje për sulmuesin Shkodran, SB, një nisje të bukur nga mesfusha. Ndërkaq që loja zhvillohet më së shumti në mesfush, futbollistët e trajnerit Josa shfaqen të rrezikshëm në momentet të caktuara dhe një goditje e Skerdinjos sikur provokon në minutën e 32, por vetëm kaq, sepse adresa është e gabuar e topit. Pa kaluar një minutë, portieri Dragojevic shmang një rrezik serioz, ndërsa në të 35-ën Vllaznia sjell në jetë aksionin më të bukur të këtij takimi, por finalja është e dobët, topi shkon në duart e portierit shehi. Kaq mjafton për 45 minutat e para, sepse e dyta kishte më shumë gjallëri dhe momente për gol. 10 minutat e para nuk prodhojnë raste, por menjëherë Vllaznia e merr veten dhe regjistron të parin rast delikat në portën Korçare. 4 minuta më pas, në të 59-ën, Kalaja mund të shënonte përballë portierit, por nuk e ndryshon dot devijimin e topit. Nja pushton stadiumin. Gjithsesi minuta e 67 ishte fatlume për Shkodranën. Kalaja nuk gabon 2 herë. Një inkursion i bukur individual i Shtubinës nga e majta jep një top po kaq të bukur dhe të saktë për Kala, që përballë shehit nuk fal 2 herë. Devijon topin dhe rrjet. 1-0 dhe festa s'ka nevojë për koment në Shkodër. Tashmë loja merr tjetër kurs. Skënderbeu s'ka çfarë humb dhe hidhet i gjithë në sulm, ndërkaq që trajnerët luajnë kartat e tyre. Abazi lëvend për Progrin, shkëmbi për brazilianin Martins, ndërsa Vllaznia largon nga fusha çinarin për Tafilin, që rivesh fanelën kuqe blu. I posafutur i Martins sjell rrezik të parë në portën e Dragojevic, kur me kokë godet mbi tra, ndërsa në minutën e 80 është Aradas që gjuan rrezikshëm goditjen e lirë dhe traversa e ndalon golin e barazimit. Tashmë seriali i vjes së sulmit vjon për miqt, por portieri Dragojevic grushton sërish dhe largon rrezikun. Mesfushori i talentuar Shkodran Bardulla duket se jep shpirtin e fush, ndërkaq që sulmues të njohur si Salia apo Nimaga bie në kurthin e mbrojtjes së hekur të vendësve, nga e majta me Markun e pakalueshëm që fiton të gjitha 2 luftimet, nga e djatha me Arbin, po kaq potent, ndërsa në qendër Cismil dhe Vrapi të sigurt. Në të 86-ën është radha e Vllaznisë të pretendojë. Osmani ka prekur topin me dorë, por gjyqtar Jorgji vijon lojën. Në fund kemi edhe një shkërpje të fundit nga Radas, por pas ka qenë dita e Vllaznisë kjo ndeshje dhe e fitores së saj, që konfirmon edhe një herë tjetër trajnerin e suksesshëm Armando Cungu. Vllaznia 18 pikë, tashmë në vendin e 7. Gjithsesi, Skënderbeu ndalon në një stacion, por jo në një udhtim të gjatë drejt fronit të tij. Triumfon 2-0 Partizani Agostinelit për Llaçit në debutimin e italianit në Super League. Është i njëjti rezultat me të cilin ai humbi para një jave, përballë të njëjtit kundërshtar në ndeshjen e Kupës. Sfidën e vendosin 2 emra që kanë qenë protagonistë në sezonin e kaluar. Zhbllokon Stefan Račić në pjesën e parë, kurse i rikthyer Villa dyfishon me kundërsulm në të dytën, duke vullosur një përballje që të dyja skuadrat e mbyllën me nga 10 vet. Rikthimi i Superligës me javën e 19 vuri përballë Partizanit dhe Llaçit në Qemal Stafa. Tek Partizani Agostinelit vjen re disa ndryshime. I pari nga mbrojtja, ku vendin e bicat e zë blerja e re Atanda. Në qendër të mesfushit, frenat e lojës i merr në dorë një tjetër ardhje nga Mercatoja, Filipe Gomez. Për krah tij, Trashi dhe Batha, i cili ka përfunduar dënimin. Në sulm kthehet Raci, i cili duket se ka kapërcyer problemet shëndetësore në mbështetje të serbit Mazrekaj dhe Villa. Dursaku është kthyer të mbuloj krahun e djathtë të sulmit, aty ku aktivizohej edhe sezonin e kaluar. Për Llaçin titullar është Malindi i ardhur në merkaton e dimrit, po ashtu si blerje konsiderohet Zefi që ka lënë pas një dëmtim të rëndë. E njëjta histori edhe për Cetkovic, tashmë në formë dhe i gatshëm të mbështet Jamesin në sulm. Takimi fillon me Partizanin imponues dhe më prezent në fushën kundërshtare. Kjo mënyrë loje sjell rezultat në minutën e 9, kur nga një goditje këndi Batha devijon topin me kokë dhe Račić përfiton, duke e shtyr atë në portën mike, 1-0. Më tej ndeshja merr nota qetësie me Llaçin që fiton metra në fushë, gjithsesi kurbinasit nuk janë të rrezikshëm. Vetëm në minutat 20 dhe 24 ka 2 tentativa të vakta nga James dhe Malindi. Partizani tenton kundërsulmin në të 25-ën, kur Villa shkëputet mirë, por në momentin e fundit vonohet dhe nuk përfiton. Zefi pa fat dëmtohet sërish, duke lënë fushën për Sevgjinin. Në pozicionin e Zefit tërhiqet Malindi, ndërsa Sevgjini kalon në krahun e majtë mes fushës.
Pjesa e parë sjell më tej vetëm 2 gjuajtje të miqve në fund të saj. E para nga Velia që devijohet dhe e dyta nga Buljan me goditje dënimi që përfundon në duart e Hoxhës. Me fillimin e pjesës së dytë, Laçi përforcon sulmin me Mitraj në vend të Musait. Por menjëherë është Partizani që kërkon sërish, kur Krasniqi me kokë dërgon një top në tranversën e portierit Vujadinović. Në minutën e 52, James nxjerr në kundërsulm pikërisht Mitrajn ball për ball me Hoxhën. Portieri të kuqve detyron ta lërë zonën dhe të shkaktoj faull. Nuk ka dyshime, kartoni kuq. Në lojë hyn Xhika dhe del golashënuesi Razic. Miqt në superioritet numerik shtojnë sulme dhe në të 67-ën James ka një rast ideal. Një top që i vjen në zonë, ai e devijon në port, por pa forcë dhe Xhika pret i sigurt. Vjen minuta 72 dhe Kurbinasit gabojnë duke i hedhur një top të Rashit. Ky pason për Vilen, i cili niset që nga vija e mesit të fushës, i vetëm deri në portën e kundërshtarit, për të mposhtur portierin Vujadinović dhe për të shënuar 2-0. Goli i jep frymëmarrja Agostinelli dhe gjithë solit të Partizanit. Gjërat qetësohen më tej, kur Malindi merr të verdhën e dytë, duke barazuar numrin e lojtarëve në fushë. Megjithatë, Laçi përpiqet të shënojë deri në minutën e 60, por pa ndryshuar asgjë. Takimi mbyllet 2-0 dhe Kurbinasit ngelen në vendin e 6 me 25 pikë, kurse Partizani përfiton më së miri nga hapi i gabuar i Skënderbeut në Shkodër, duke e barazuar atë në kuotën e 43 pikëve. Dueli i Kreut bëhet kështu më i fortë, duke shtuar emocionet në garën për titullin kampion. Mirë, do të nisim fillimisht nga ndeshja midis Vllaznis dhe Skënderbeut. Atëherë, Muça, nuk ndodhte që nga prilli 2014 që Skënderbeu të humbte 2 ndeshje rresh në kampionat, edhe atëherë sepse kishte siguruar titullin. Çfarë po ndodh me kampionat sipas teje? Unë thjesht mund të flas vetëm për rezultatin, se ndeshjen nuk e kam parë, për ta komentuar. Është një rezultat surprizë. Duke qenë e di se si funksionon dhe futbolli kanë ikur lojtarë të rëndësishëm për Skënderbeu, kanë ardhur të tjerë. Surprizash, ka të bëjë dhe me motivimin, ka të bëjë dhe me atë që jep në fushën e lojës, nuk ka të bëjë shumë me atë që thua që një ekip është, nëse një ekip shumë i mirë vjen në një fushë loje pa atë grindjen e dur, pa atë egon e dur për ta fituar ndeshjen, e ka shumë të vështirë me çdo lloj ekipi që është, edhe me ekip të fundit, me ekip me atë që kam dëgjuar dhe kam lexuar nga ka qenë një Skënderbeu ka pas përpara një ekip shumë motivuar, një ekip që ka dhënë maksimumin fushën e lojës, kanë luajtur gjatë gjithë kohës me shpirt gare, atë që ne të Shkodra s'e kemi parë kohët e fundit. Prandaj edhe jam dakord me atë që tha Ahmeti, domethënë, që edhe trajneri i ri ka dhënë një shtys, është dhe një motivim më shumë për skuadrën, është krijuar një frym tjetër te Vllaznia me ndryshimet që janë bërë dhe me atë që është afruar ngrohtësi lojtarëve dhe për pagesat dhe nga enti që e ka në vartësi, to kanë bëjnë shumë në futboll. Dhe ka pas përballë një ekip që e ka menduar që e ka pas lehtë dhe mendoj që e ka fituar ndeshjen. Nga ana teknike nuk mund ta diskutojnë ndeshjen. Gerdi, ne këtë ndeshje kemi pasur të përzgjedhur edhe në emisionin pasi i fundit, ku specialisti Ilir Spahiu e parashikoi këtë që mund të ndodhte. Pra nëse Salihi nuk do të mbështetej siç duhet, siç ndodhi me Plaku në kup, Skënderbeu do ta kishte shumë të vështirë kundër Vllaznis. Unë kam thënë që ky Skënderbeu është i varur totalisht nga 3 lojtarë. 2 nuk janë më tashmë Olainka dhe Berisha dhe Sabin Lilej. Janë të 3 lojtarë kyç. Njëri jep superioritet numerik nëpërmjet situatës 1-1 që është Berisha, i jep dhe thellësi lojës Skënderbeut. Olainka që nuk jepte me pozicionin e sulmuesit dytë, nuk jepte asnjëherë pikë referimi dhe ishte përveç se ishte një suport i mjaftueshëm i Salihit, krijonte shumë hapësira, dhe Sabin Lila që është nga lojtarët më inteligjent, do thosha në pozicionin e lojtarit mësor qendre që lexon kodën e hapësirë, situatat që vinte si suport nga vjet dytë, që përveç se shërben po edhe godet portën. Ajo që më bëri përshtypje te Skënderbeu është fakti që përveç një fakti shumë interesant që mund të jetë unikal në botë, mund të thosha që luajnë 50% e skuadrës janë të majtë. Është e rrallë ankohen që nuk ka të majtë fare në shumë skuadra, Skënderbeu kishte aq shumë, ishte 50%, ishin 3 lojtarë të qendrës mezit fushës, Abazi edhe Arapi në krahun e majtë. Një gjë që më duket qesh sepse kujton se me Partinë Socialiste. Janë të majtë fete.
Prandaj, po nuk doja ta pyes. Të majtë kështu me sallaks, me gjarash. Zgjedhën në Korçë, pasën sigurt të zgjedhën në Korçë. Fitokën. Tjetër që bënde binde në sy ishte fakti që asnjë nuk u shkel vija fundori nga 2 lojtarët ansorë. Qofse këto janë zgjedhjet e teknikut, janë zgjedhjet e presidencët, na ka dhënë edhe profesorin e pranoi këtu që Josa, që janë dhe politikat të klubit, që promovojnë dhe lançojnë dhe element si punë Abazit apo një lojtari tjetër. Por Progni më zhdukur lojtari më adapt në krahun e djathtë, shpeshherë e prek vijën fundore, por edhe punon shumë mirë me 2 këmbë dhe godet. Po nuk luajte si titullar. Ishte alternativë. Një tjetër gjë që binde në sy, lojtarët e mezit fushës janë 2 lojtarë të ngjashëm, janë 2 lojtarë, unë kam thënë për Euskerdinjin, një lojtarë që nuk duron marsh, një lojtarë një trajshëm horizontal, edhe pse her pas here në pjesën e parë në suport të Salit ishin dhënë detyrat një magës për ta bërë, por që nuk edhe ai nuk funksionoi. Po nuk funksionon sepse nuk ka shpejtësi në mendim dhe në veprim. Do të ishte një zgjedhje mirë nëse do të ishte shkëmbi lojtari që do të ishte pak më lart edhe të vinte mekanizmin të funksion. Gerdi, do ta shohim golin e shkodranëve, të shohim ku gaboi Skënderbeu që psoi këtë gol. E para një duket të befason Vllaznia. Po. Që me një numër të madh lojtarësh, zakonisht kundër sulmet janë me 2 deri në 3 lojtarë, shohim 4 lojtarë, 5, domethënë, po 4 që janë brenda zonës dhe që janë në finalizim. Gabim e para njëherë shohim tek po mund të afrohesh. Shohim pozicionimin e Radës, loja është në krahun e djathtë të Vllaznisë, domethënë në krahun e majtë të Skënderbeut, Rada është shumë i avancuar. Po. Dhe gabimit i bin një pas një, pasaj e thamë në radhën e kaluar, i njëti paka shumë një gabim i ngjashëm me flamurtarin në ndeshjen e parë. Jashanica shkon drejt. Këtu jemi në situatë, nuk jemi në situatë të inferioritet numerik, që do thotë që mund të presohesh shumë shpejt në krahun e djathtë. Afrimi, shikojmë Osmani ishte afruar shumë me Jashanicën dhe Arapi, që është lojtari i fundit në krahun e kundërt që duhet të ishte ku është zona e rrezikut, duhet të ishte vendosur me shtyllën në vijë me shtyllën e dytë, është i vendosur shumë thellë brenda. Edhe në rast se nuk do të prekesh topi nga lojtari nga sulmuesi që shënoi goli, ishin 2 lojtarë të tjerë të gatshëm për ta. Por shohim të 2 gabimet janë gabimi i parë i Radës, Jashanica bashkë me Osmanin, janë të 2 që janë vendosur shumë afër njëri tjetrit. Dhe Arapi, por që është i kushtëzuar sepse shkon sigurisht. Radas me zivra pote se më duhet se ka direkt nga shtëpia në fush. Radas është vendosur nga dinamika nga ajo që shohim. Kam lexuar se s'ka qenë fare fas paritore prandaj. Edhe mund të ketar direkt nga shtëpia në fush them, edhe prandaj me zikatum fitim rrapa. Pse e zë mikrofonin ndërkohë? Këtu në rubrikën sportive flitem me mikrofon, Muça, ti e di rregullat. Jo, kam dëgjuar që Radas ka qenë larg ekipit prandaj, thash më duk çudi që ishte. Ka vajtur me vonesë në fazën përgatitore, po jo se nuk ka qenë në fazën përgatitore pak më me vonesë. Mirë. Shqarri, ndoshta është herët për të folur, po janë barazuar me pikë. Skënderbeu me Partizanin. Si e sheh këtë luftën për titull? Ke ende domethënë sigurinë që Skënderbeu do të jetë ai që do të triumfojë në fund apo ke dyshime tashmë? Direkt tek kësaj do të them diçka që lidhet me curinë e Skënderbeut. Veç meritës së Vllaznisë, që luajti mirë, që thashëm fillim. Po. Këte lojt ose fitore të Vllaznisë e favorizoi loja si asnjëherë tjetër e Skënderbeut e dobët për mua. Akoma më e dobët se në kup? Po, patjetër. Unë thash, herën e kaluar për kup ishte një farë ekuilibri dhe duke superioriteti korçarëve nga përvoja, nga siguria në lojën me topin, kurse këte herë, duke pas dhe Salihin, golshënuesi më të mirë të kampionatit në formacion, të mos arrish të bësh gjë, kur mezi fushës nuk është se me të vërtet është thembra Akilit të mungojnë 3, nga ato lojtarë që u përmendën, por
me Bledi Shkëmbin, nuk duhet të nxjerrim jashtë lojë që është tani Bledi Shkëmbi. Më duke se nuk është e keqja këtu, por duke pasur plaku në rol në figurantit, unë them që Skënderbeu nuk ka për t'ja pa hajrin këtij kampionati. Loja ati më duket krejt jashtë çdo logjike. Një sulmos që rri më tepër spektator se sa lojtar në fush, nuk bën gola Gilman Lika, po turbullon mbrojtjen. Ujrat, po. Krejt të ndryshe është plaku. Okej. Munqa, si e parashikon këtë luftën dyshe deri në fund, Skënderbeun me Partizanin? Si pas mendimit tënd? Si e shikoj? Më shikoj Skënderbeun një hap më përpara se Partizani. Nga kontingenti që ka, nga eksperienca që ka si skuadër. Shikoj një hap më përpara se Partizani. Okej. Mirë, Gjoshi, mund të justifikohet Skënderbeu edhe me mungesat i përmendti? Pa diskutim që mund të justifikohet, se përveç treshës që folëm, mungon të edhe Vangjeli, i dëmtuar, në krahun e djathtë, që është një siguri më shumë përvojë gjithçka me radhë. Po ndoshta mbaret edhe mënyra e përgatitjes skuadrës. Ndoshta është menduar që, po themi, duhet dhe pak kohë që të vijë në formën e vet më të mirë, sepse direkt vi nga faza përgatitore, kanë zhvilluar vetëm 2 ndeshje janë në këtë pas kryerjes fazës përgatitore. Sigurisht Vllaznia ka më shumë nevojë, po flasim emergjente për pike, për gjithçka duke qenë që luan për mos rënga kategorie. Dhe ndoshta motivimi ka qenë më i madh se sa i Skënderbeut, sepse është i rëndësishëm. Mos rrezikon Skënderbeu që të hyjë në një mini krizë, jo krizë, po mini krizë. Janë 2 humbje rresht në kampionat dhe një barazim në humbja e kaluar është gjatë vitit kaluar. I përket këtij kampionati për gjatë vitit kaluar, ka kaluar një periudhë relativisht e gjatë. Megjithatë, shohim ndeshjen e radhës, që besoj do ta ketë në Korçë, dhe në rast se do të aty nuk do të Kuksin që sigurisht, megjithatë Kuksi jashtë fushës vet në këtë kampionat nuk është ai Kukës që është brenda fushës vet, pak më kështu jemi mësuar deri tani. Dhe një fitore e ndryshon gjithçka. Sjell pra përsëri do kemi ato fjalë që Skënderbeu është favoriti kryesor e gjithçka me radhë. Megjithatë duhet parë, nuk mund të gjykohet për vetëm një ndeshje kupe dhe një ndeshje kampionati, është pak e vështirë. Ne folëm pak për Skënderbeun, po të flasim pak edhe për Vllaznin. Përveç entuziazmit, çfarë ka sjell Cungu tek Vllaznia? Jo, sigurisht që një ndeshje nuk fitohet vetëm me entuziazm. Pavarësisht se ky element ishte në shkallë sipërore në ndeshjen me Skënderbeun, përgjithsisht mobilizimi i skuadrës, shpirti i garës etj. Por ajo që bëri përshtypje është që duke hedhur një hap më tej, që ka të bëjë me guximin edhe teknik, do ta konsideroja të Cungut, që para një jave u mjaftua që në filles me një barazim me Skënderbeun që në pikpamje të llojit të ndeshjes duhet guxuar më tepër se në ndeshje kupe. Dhe në qoftë se luan për barazim në shtëpinë tënde, llogarit komplikohet. Me sa duket është një qëndrim me këmbë tokë për të parë situatën kur skuadra duket shumë më e mbledhur dhe ajo që bëri përshtypje që u përmend pak këtu është momenti i daljes së skuadrës në kundërsulm ishte me forcat shumëta, mos harrojmë që ka patur edhe të paktën 2 momente tjera, njëri prej tyre gati në përmasat e kundërsulmit golit që u gabua në shpejtësinë e manovrës. Duke një skuadër shumë më ndërgjegjshme për atë që bënte fushën e lojës. Vrapi, duket sikur i ka dhënë më shumë garanci me eksperiencën që ka? Sigurisht, një eksperiencë duhet, por unë gjithmonë në tilla pozicione delikate, guxoj të them që eksperienca me rinin, do të thonë, një për rinin apo për eksperiencë? Shkojnë në kundërt me njëra tjetër. Mundet që të kesh eksperienca të mira, por momente decisive, gjendja fizike kërkon tjetër gjë. Okej, mirë. Shkojmë në shkodan. Gilman, kur mbarove ndeshjen tënde, pyete se sa kishte dalë ndeshja midis Vllaznisë dhe Skënderbeut? Po, normal. Ne lujt me një orar, sigurisht që nuk arritëm me pa ndeshje, por mandi internetit arritëm me pa vetëm ata për mbledhjen e aksioneve. Nuk është ne çudi apo në surprizë madhe se rrafi Vllaznia, pavarësisht momentit të vitet e fundit që Skënderbeu ka dominu. Mendoj që trajneri ka bërë një punë shumë të madhe,
duke pa që Skënderbeu përgjithësi ndeshje që ka bë minimumi 3-4 raste i ka kriju për gol, me aksionet që kanë pa këtu, pothuajse nuk ishte asnjë rast i pastër për gol. Kjo tregon që ata i kanë ngushtuar shumë, domethënë nuk i kanë lënë shumë hapësira Skënderbeut. Pra kjo është një merite e trajnerit të gjithë ekipit normal. Të duket sikur në Shkodër po mbizotron një tjetër atmosferë, një tjetër situatë, edhe kryebashkiakja duket shumë pranë ekipit. Po normal që Besoj se i ke ndjekur. Po, i kam ndjekur normal. I kanë ndryshuar shumë gjanat, ka ardhur një periudhë shumë më pozitive. Kjo është gjë e mirë, domethënë për gjithë ata lojtarët që janë aty, duke ditë që më përpara domethënë kanë një situatë pak vështirë me thënë drejtë. Okej. Mirë, shohim një foto, nuk e di ku do ndaj në Gilman. Ma komento pak edhe te Tirana kështu ndajmë premiot? Po kuponin ta timor këto. Nuk e kam. 5 milion lekë të vjetra janë ndarë për lojtarët e Vllaznisë me njerë pas ndeshjes, apo ju i merrni pak më zbukuruara? Ja të më kthej përgjigjen Gilmani edhe. Shiko, kjo foto, se unë najtë asat dhe me thonë, kam pi një kafe sot për ditë e Shkodër me qimin që po ndonë lekë. Po? Por kjo foto është ba pa dashit, dhe me thonë, ky doktor e ekipit i ka kap pa dashin e tyre, i ka kap foto. Po. Normal, të shi kja pozitive, dhe me thonë, shpërndamja premios, me në jonë si futbolist, gjithmonë. Po jo në atë formë? Si thonë, jo në këtë formë që dalin në për foto, për shumë dhe shpërndajnë lekë. Të shi pas kam lef me gazet për para me fes. E ka kap pa dashje, e ka dhonë me dashje, bis. Shto i bje. Neri, dojtë të ndërrya. Po, është rasti tretë që bëhet publike një gjë e tillë. Kam parasysh një rast tek Tirana, u duket një thes si për tavolinës, një rast tek Kuksi, dhe ky është rasti tretë. Për mua është gjë e shëmtuar, nuk është as pak serioze. Tani, e shëmtuar që publikohet fotoja, e shëmtuar që mblidhen parat me gazet, apo futen në thes. Po ndahen diku tjetër. As i krahasim nuk është i goditur, po se që më kryoj një konotacion me atë lulkuqen mbi muret. E kuptova, mirë. Po zonë me. Nuk po të theksojmë. Ajo fitore e Vllaznis nuk blihet me para. Mirë, është gjë pozitive që lojtarët marrin premio, po ndoshta ti marrin më bukur do ishte më... Po, pikrish kjo. Pikrish kështu. Ti marrin më bukur, domethënë ka kushtet të tjera në hotel, në klub, po përveç asaj, ai që është sponsorit, paktën ti njifet dhe meritat, se kjo kështu në këtë mënyrë nuk i njifet as merita, ai sponsori mund të shkojë ti thuaj se sponsorizimi dhuratësh, nuk është ndonjë gjë, nuk të detyron kush domethënë. Mund të shkojë ti dhuroj bashkinë dhe bashkia është nuk është sponsor. Domethënë është një biznesmen dashamirës, kalon prapë që e ka dhënë këtë premio, nuk është sponsori i ekipit. Po flasim kështu nga ana, po flasim ligjë. Ky biznesmeni to lekët i ka të deklaruara se s'mund të ketë kështu që nuk vi nga askushi. Ditë kraja quhet edhe për informacion. Ai shumë mirë, inshallah sa më shumë t'japi, po vetëm që t'jetë mundësia që ti formalizojnë, domethënë, kjo është ideja. Okej. Ne deshe të ndërhyje prapë apo të shkojmë në Moviola? Se do parë t'i hudhen një lumshin kamët në orkest. Si unë das. Okej, mirë. Sokol, flasim për këtë ndeshje dhe për raste e diskutueshme, kemi patur të tilla? Në këtë ndeshje ku arbitri së ndeshje ka qenë Nea Jorgji, arbitri FIFA-s, bashkë me 2 asistentët e tij, ka qenë një treshe mikse. 4 janë pra rastet evidentuar në këtë ndeshje. Rasti i parë është një rast i pretenduar nga ekipi i Skënderbeut për penallti. Kam përshtypjen që lojtari, pra mbrojtësi i Vllaznis, i cili nuk vihet dot në zotrim të topit dhe bën një veprim. Po lizoj Arbri. Pra Arbri bën një veprim, rrëzohet në zonë, gjithë të cilën ja heq mundësinë të lojtarit Skënderbeut vetë zotrim të topit. Pra kemi bëmë një faull brenda zonës dhe duhej që arbitri Jorgji të akordonte penalltin këtë rast. Pra është një 11 metrësh i munguar për Është një 11 metrësh i munguar në këtë moment. Okej. Vazhdo? Momenti tjetër, pra përsëri jemi në këtë rast. Momenti tjetër është një ndërhyrje e Jashanicës. Në këtë moment Jashanica ka një karton të verdh, por ndërhyrja në fjalë është një ndërhyrje normale, një faull normal. Topi është midis 2 lojtarëve dhe me të drejtë Jorgji nuk e ka penalizuar me masë disiplinore, por vetëm masë teknike, pra faull. Okej. Sepse pretendimi për këtë situatë, për këtë rast ka qenë i madh për marrjen e kartonit dyrt të Jashanicës, po kemi bëjmë thjesht vetëm me faull. Okej. Vazhdojmë me rasti tjetër.
është anullimi I golit nga ana e lojtarit të Vllaznisë. Do të shohim që lojtari I cili shënon golin vjen nga mbrapa dhe mbahet në lojë nga mbrojtësi I parafundit I Skënderbeut. Gol I rregullt. Dhe kemi të bëjmë me gol të rregullt. Pra është lojtari me numër 14, është lojtari I parafundit. Lojtari parafundit. Që do të thotë përveç portieri është I fundit dhe I parafundit është lojtari me numër 14. Është lojtari I cili mban në lojë lojtarin e Vllaznisë që shënon golin I cili vjen nga mbrapa. Pra është gol I rregullt. Pra është gol I rregullt. Okej. Shkojmë tek rasti I fundit. Dhe rasti I fundit është një situatë e prekjes topit me dorë, po do të shohim që në momentin që topi shkon tek dora, kemi të bëjmë një pozicion natyral të dorës, edhe pse dora shkon sipër, është topi që e çon dorën sipër, dhe në momentin e prekjes dora është në pozicion natyral. Dhe kemi të bëjmë me një vazhdim të lojës saktë nga ana e arbitrit Jorgji. Okej. Pra këto ishin 14. Është jashtë zone, por edhe po të jetë brenda zonës, pozicioni I dorës është pozicion natyral. Ka qenë jashtë. Okej. Këto ishin 4 Pra momente. është një penalti e mohuar për Skënderbeun dhe një gol I rregullt I anulluar për Barazim. Vllaznin. Pra gjithsesi barazim, por këto peshojnë tek Enea Jorgji, që është një arbitër I FIFA-s dhe sigurisht edhe tek asistentët, që mos që mos të kryqëzojmë Jorgjin. Mirë, shkojmë tek ndeshja midis Partizanit dhe Laçit. Tashmë Gerdi, të kemi marrë mjetet e nevojshme, zëre se je përpara ekipit tënd, dhe do t'i shpjegosh ku e fitoi Partizani ndeshjen. E para në ndryshim nga ndeshje parë, trajneri Agostinelli ne thamë që pam një Partizan mendje madh në vendosje, kësa radhe kishte ndryshuar. E para kishte kthyer në pozicion natyrale dy lojtarët Trashi dhe Mazrekaj, dhe pavarësisht se në princip më duket si zgjidhje drejt vendosja e Atandës në momentin e parë si qendërmbrojtës, duke ulur në bankinë Bicaj në rastin konkret. Duke pas parasysh, dy lojtarët e vijës të sulmit, Cetkovic dhe lojtari James, lojtarë që janë në manovrën ofensive, janë goxha të lëvizshëm, dinamik, reaktiv, edhe mund I vini vështirësi dy lojtarët Makinos. Partizani ishte vendosur. Ne shohim vetëm pullat kuqe. Po, Partizani ishte vendosur me një mbrojtje me 4. Me sfush me 3, me një trekëndsh qendror me maj poshtë. Në rasti konkret ishte lojtari Gomes. Filipe Gomes. Dhe treshja e vijës së parë të sulmit me Vilën, Račić edhe Mazrekaj. Skuadra e Laçit ishte pozicionuar me një 4-4-2 fillestar, ta bëjmë shpejt pa humbur kohë. Në dyshjen e qendrës të mesit fushës Veliaj bashkë me Zefin dhe në majën e sulmit James bashkë me Cetkovic. Ajo që bëri diferencën në 20 minutat e para, sepse mbas minutës 20 kemi pas një dëmtim të Zefit, do ta themi pak më vonë, ajo që bënte diferencën kemi një superioritet numerik që në vendosje fillestare të treshës qendrës të Partizanit. Dhe dyshja Zefi bashkë me Veliaj përpiqeshin, por nuk mund të mbulonin hapësirë të treshjes sepse ngrihesh her pas here lojtari Gomes dhe një nga këta lojtarët në varësi të aksioneve ngrihesh Batha shpeshherë ishte lojtari që krijonte superioritet në mes fushës, por e njëjta gjë ndodhte edhe në krahun tjetër me Trashin. Mbas minutës 20 kemi parë një vendosje me 3 të mbrojtjes ka dalë Zefi dëmtuar dhe është zëvendësuar nga Mitraj, në mos gaboj? Ka zëvendësuar Sevgjini. Sevgjini kaloi me një 3-5-2, 5-3-2, sepse dy lojtarë dansor, Doku dhe Sevgjini, janë të dy lojtarë që janë më tepër defensiv dhe nuk mund të themi për një vendosje 3-5-2. Pavarësisht se në fazën sulmuese kalohesh me një 3-5-2. Mbrojtja e skuadrës Laçit kishte një mbrojtje 1-1 por në zonë. Kur fuçi në zonën e repsisë, jashtë saj alternohesh me mbrojtje zonale, por kishin të qartë detyrën që vetëm një lojtar që kishin Račić, sepse pjesa tjetër ishin të lexuar, vinin në suport në fazën mbrojtëse qoftë Doku,
qofte edhe lojtari Sevgjini krahun tjetër. Episodi që është për të veçuar, kam dëgjuar dhe deklaratën e teknikut Agostinelli që thotë që do të luajmë me një mbrojtje lart. Rasti i kartonit të kuq, në rasti konkret, ishin dy lojtarët Krasniqi. Po. Ja, e kemi dhe me pamje, Gerdi? Po. Kemi pas një treshje të vendosur. Fezullau, Atanda dhe Krasniqi. Po. Lojtari James që vjen nga vjet dytë. Një gabim fatal i mbrojtësit Atanda, që këtu jemi në kufit e zonës së dytë, quhet. Në zonën e dytë kemi të bëjmë me një diagonale dhe një L. Këtu është zona e rrezikut. Në momenti këtu është zona e topit dhe zona e rrezikut që duhet jetë teorikisht lojtari i fundit i Partizanit, që është Fezullau në rastin konkret. Gabimi i parë të Trashanik është lojtari Atanda që çohet, duhet të jetë lojtari Krasniqi, lojtari i parë, Atanda që vjen në mbyllje, në diagonale dhe në vijë që është Fezullau. Është një mundësi tjetër, quhet mbrojtja elastike. Në momentin e fundit, ku lojtari ishte duke ardhur, këmbë mbështetëse që është një tregues që në momentin është gati për pasin e fundit, të tre lojtarët, kjo është dhe koha që punohet shpeshherë gjatë javës nga tekniku, kjo është koha e mjaftueshme, sinjali i mjaftueshëm të tre lojtarëve, flasim mbrojtje elastike, për të ngritur dhe për të bërë ta shpjotin pozicion as loja që të ditë lojtari i fundit. Mirë, ku e fitoi Partizani ndeshjen? Partizani e ka fituar në mesfush, vetëm me superioritetin në 20 minutat e para, por Partizani ishte një gabim, e ke pamë edhe nga golët, ishte një gabim në vendosje i skuadrës së Laçit, është e pafashme një lojtar si Raçi ishte lihet pambuluar, aq më tepër që shpeshherë në goditje standarde në të dy krahët, jo vetëm në një, vendosen dy lojtar, njëri të shtyllë e parë dhe tjetri të shtyllë e dytë. Në rastin konkret të golit nuk ishte asnjë lojtar të vendosur të goli i parë, asnjë lojtar i vendosur të shtyllë e dytë. Goli i dytë ishin totalisht të ngritur të gjithë lojtarët, sepse ishte një goditje këndore, të gjithë lojtarët në zonë dhe lojtari i vetëm i fundit ishte Sevgjini. Dhe një top i spastruar nga mbrojtja e Partizanit, pjesa tjetër ishte shumë akoma pasive që duhet të kthesh me shpejtësi, ishte lojtari Vilaj, pasaj që shfryzoi rastin dhe dyfishoi. Por superioriteti e tham ishte vetëm thjesht në vendosje, por jo se pati në një supremaci. Faleminderit të Gerti. Çdo javë do të kemi një ndeshje të përzgjedhur për ta shpjeguar më konkretisht, taktikisht se çfarë ka ndodhur. Mirë. Do të jetësojmë paksa, do të shkëputemi në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi përsëri në rubrikën sportive. Mos mungoni.